Pranvera ka mbërrit, duke sjell ajër të freskët, ngjyra të buta dhe një ndjesi të re fillimi. Lulet e qershisë gërëzojnë, shtëpia merr një prekje pranverore dhe pazaret sjellin freskinë e sezonit. Përshëndetje në një video tjetër. Sot është 1 prilli, nuk është se po ju gënjej, edhe pse nuk kam gënjur asnjëri sot. Hajde Aru, hajde dhe ti bashkohemi. Sot kam goxha punë, tek videoja e parë kam marrë disa sugjerime dhe kritika të vogla që nuk është se po i bëj këto videot në YouTube siç i bëja më përpara, po dhe unë e kam vënë. Dhe më pëlqej më shumë kur tregoj punët e shtëpisë, gjëra kështu. Më që ndoni punë shtëpie, do rregullojmë tualetin, do rregullojmë balkonin që është super rëmuj, edhe punët e shtëpisë në përgjithësi. Nisim një video të re. Besoj t'ja kaloni sa më bukur duke parë kanalin tim. Mos harroni, bëni subscribe. Ta dini ju çfarë kam lënë takimu nesër, ta dini ju, por nesër. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our 2 outlines. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see, understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can see. Kush është në vibe-in e Lule Shtrydhës e Mërambla? E mbani mend sa kohë kisha pa e kujtuar, edhe sa po vesha më kujtuaj personazh. Kanë qenë kukulla shumë të bukura, edhe kemi qenë me fat që kemi pasur filma vizatimor, programe, si Krip Njalza, e mbani mend sa të bukura kanë qenë, kurse tani është, domethënë, unë i kam gjitha kanalet, kam Bang Bangun, edhe nuk është se kanë të njëjtin content siç ka qenë në kohën tonë. Edhe ndonjëherë është shumë keq për fëmijët e brezit tani apo adoleshentët që ne kishim ata filmat, Një histori rushe apo filma me Lindsay Lohan, që në fakt jepin mesazh pozitiv, edhe apo programe të dedikuar për fëmijë që mendoj se çalojnë pak tek kjo pjesa që është shumë i varfër televizioni për fëmijët apo për adoleshentët, që është akoma edhe një moshë më delikate, ku duhet të ketë programe të dedikuar, sepse pash edhe serialin Adoleshenca, besoj se e keni parë, të paktën 50% jam e sigurt që e keni parë, edhe nuk më la shihet mirë, me thënë të drejtën, se këta filmat që janë goxha të rënd, unë shomak të natën, por prapë ju sugjeroj që ta shikoni, sidomos në qoftë se jeni prindër, apo në qoftë se jeni në moshën e adoleshencës. Është një fazë shumë delikate, edhe duhet që të kujdeseni për veten tuaj, të kujdeseni për shokun, për shoqen. Duhet ta shikoni si film. Edhe realisht kur po shikoja filmin, edhe në kohën time, tani jemi rritur edhe mund të përcaktojmë si koha jonë, siç na flisnin prindërit në kohën time, por realisht ka ndryshuar shumë çdo gjë, sepse normale sa që përparon teknologjia, edhe sa ndikon në jetën e përditshme. Edhe kur po shikoja filmin, më dukej si një botë që nuk e njihja, nuk i bëja, nuk ishte
Edhe pse në moshën time ose në kohën time normale që ka pasur probleme, normale që ka pasur bullizëm, normale që ka pasur nxënës të mirë dhe nxënës jo të mirë, por të paktën dallonin në klasë, nuk se ishin të gjithë, sepse kishte një pjesë tjetër që ishin të fokusuar, ose donin të mësonin, ose thjesht ishin të sjellshëm dhe ishin të edukuar. Ju sugjeroj ta shikoni filmin dhe këtu hapa një nga gjërat që më kanë ardhur, që është shumë e bukur, që ka një sa cute, edhe mirë që jemi dhe në prill dhe na ka ardhur zyrtarisht pranvera. Duk shumë e bukur që t'ja tregoj dhe juve do t'ju lë dhe linkun, edhe pse kam bashkëpunim vetëm për në Instagram dhe është ky brendi. Më pëlqeu shumë si design, është një kimono. Dhe shikoni sa të bukur që ka shumë klasike, ka marrë Masama. Edhe kam zgjedhur një kimono të tillë me këto ngjyrat që e adhuroj. Bluja po bëhen ndër ngjyrat e mia të preferuara dhe shikoni sa e bukur kjo me lule. Kam pasur një agent tek Bire vjet me lule kështu. Edhe krahët që i ka të hapur, domethënë ka shumë të gjerë. Edhe po i provoj, sepse në Instagram nuk e provova. Prit ta ngrej pak kamerën. Tani jam më mirë për ta provuar pak si do dukem. Oh, sa lezetshme. Kur zjohen në mëngjes të vendos këtë. Unë nuk rri fare si zonjush. Unë rri me bluzet bardhë. Ja, sa bukur. Sa bukur duhet që të rri pak si zonjush kështu. Ja, unë rri me bluzet bardhë aty, madje e grisur ose e përpis me domate. Myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All these years, every single tear, all the regrets. Hello. Sa i mirë që është. Ja ku është Ruçi, se keni shumë qef kur del këtë tek YouTube. Unë mbarova me balkonin, por nuk po ja tregoj sepse po porosis një tavolinë për balkonin, tavolinë rrethore të bukur shumë. Edhe kam ato 2 karriget e bardha që i mbajta nga shtëpia e vjetër, vetëm 2 i hodhën poshtë se ishin të prishura. Edhe pse sot do dalë një ambient shumë i bukur, dua që të ble fara lule, të i ble fidan, tani në pranverë duken shumë bukur. Edhe dua ta pastroj, shumë gjëra i flaka, siç e pat ishte edhe pema e vitit të ri. Edhe nëse e kuptuat, shtëpia në ku jemi tani është ish zyra, sepse unë nuk do kem më një studio. Kjo ishte studioja e Alvios, por kanë kaluar në një ambient tjetër, edhe jep. Më pëlqente më shumë këtu se sa në shtëpi për ndriçimin, plus është më e madhe, është 2+1, edhe prandaj kjo ishte dhe arsyeja. E nxorëm dhe këtë sekretin, por nuk është se ishte sekret, po thjesht doja që të merrte këtë hijen e një shtëpie, edhe pastaj t'ju tregoja që është ish studio dhe unë nuk do kem më një studio. Nëse e kishit kuptuar, më shkruani këtu, se kështu se më ka thënë asnjë vajzë që Rea mos ka ardhur gjë tek studioja. Edhe kjo është dhoma e gjumit të studioja ku unë punoja. Tani ndoshta e kuptoni më shumë nga dera e të gjitha. Po ka dalë goxha mirë, është pak ambient i vogël, se studioja ime e vogël ishte, por të paktën ka ndriçimin shumë të mirë dhe kjo ishte edhe arsyeja pse unë la shtëpinë e vjetër dhe erdhëm këtu, plus edhe qeraja është më lirë, ta themi dhe këtë që është goxha më lirë qeraja. Edhe në fund të ditës kursime janë ato.
Edhe jemi pak larg, po shumë më pëlqen. Është shumë nice. Tani u vesha këto pulovrën që duhet i kuroso, por nuk kam fare nerva dhe do ikim me Alvin, do ikim ha makarona tek Alteo, tek ish lagja ku ishim. Nuk shkëputemi dot nga lagja e vjetër. Shikoni sa bukur vendosa këto mbulesat e reja, edhe këtu lulet ngjajnë ka shumë vintage edhe më pëlqen. Dhe këtu jemi në vetë dy. Thousands of miles away, every heartbeat, every breath is filled with thoughts of you. I am so lost without you, and I don't know what to do. Sleepless nights, filled with all the things I didn't say, that will make it okay. Turn back time. Hello, mirëmëngjes nga një ditë tjetër. Sot kemi ditën e madhe sepse do shkoj tek flokët. Dhe çfarë do t'i bëj? Do t'i bëj bjonde. Kjo është veshja për sot. Kanë dalë shumë në mod këto bluzet bohemiane, nxori dhe hënoja ato që ishin ngjyrë gjalpi, të verdha. Edhe nuk ka asnjë gjendje. Në Shqipëri nuk erdhën, po ajo është si e porositi, plus i thash më porosiste edhe mua, por nuk kishte më gjendje. Ha marrë si hap lera kërë. E kam kombinuar me një palë gjinse, që janë shumë të bukura, nuk e dia të bërshkës edhe Zares janë këto, edhe me një palë shapka me këto. Me këto, që janë bërë goxha pis, po këtu jashtë, dy herë i kam veshur, thjesht i ka rënë ndonjë vaj, ndonjë gjë. Ose në ndonjë pikuj, është materiali që lenjall. Do vesh edhe pardesyn dhe do shkojmë. Është ora 11:30, unë takim që kam në 12, por do më çoj Alve me makinë, do shtë ha edhe diçka, se jam i sigur që do vonohem shumë aty te flokët, sa të bëjmë çeljen e flokut. Edhe me si po pres të bëhem bjonde, se nuk po e duroj dot më këtë, më duket sikur i kam flokët kafe. Dhe më vdes të jem bjonde. It gets me almost every time. Of summer, watching it in full bloom always makes me wonder when we were just a kid, bare feet on warm asphalt. We held our dreams within our hands. Happens every time, I wonder how. Hey, përshëndetje nga dita tjetër. Edhe që kam bërë kështu s'njo vetën time. Shkojmë para pasqyrës edhe qesh. Më shkon në Alvi të tuva, se Alvi si pëlqeva, kjo është e rëndësishme, pse normale ka njerëz që do thonë Rea çka ke bërë, ose ka njerëz që do thonë do shkojnë shumë. Jemi pres të gjitha sepse është super ndryshim. Nuk e të. Më pëlqen. Më ngjam pak vibe. Sidomos ne që kemi syt kafe, edhe na duken më të errët syt, me efektin që tani kemi flokët bjonde, edhe më ngjam pak vibe, ose ndoshta po ha bëj qefin vetes shumë, por më ngjam vetja shumë me Kendall Jenner. Tani më lini të ndërroj. Ja, Kendall. Ja, unë. Duhet të bëjmë qik vetë pas shumë. Nejse, asgjë nuk të bëja. Ja. Qik kështu edhe të këpsh. Pa nejse, ma po të qefin. Qëse nuk keni fjallë për... Qëse nuk keni fjallë të mirë për të më thënë, për mos më thënë në fare, sepse unë i bërë atane. Nejse, më pëlqenjë. Duket vetja shumë që ditë shumë. Edhe duhet i këtë alë tani, duhet i këtë unë në farmë. Dhe nuk e marrë vetën do të seriosisht, ja po flasë, ty më merrni mua seriosisht kështu? Jo. Nuk e ti. Tani është shumë kështu që kjo bjonde duhet që të lyesh edhe të bësh make-up, të dalësh e bukur, mos të dalësh kështu se duket si e smor, qofse del se çik jam bardhoshe unë.
por do e mbajnë veten. Dhe ky ishte një nga arsyet që unë i bëra Beyonde, sepse i kam pasur më përpara, po jo ka shumë. Edhe ka qenë që duhet që të kujdesesha për vete, mos të lija pas dore, edhe dua ta bëj sa më shumë këtë gjë. Flokët i lyeva tek një parukere që është shumë e mirë. Unë në Instagram e pash rastësisht, pash që kishte shumë, më pëlqyen punimet, Ola quhej, edhe kishte shumë eksperiencë në treg, për ngjyrën time e të gjithë. Kam paguar 200.000 lek, i kam bërë me Olaplex, edhe më pëlqejnë. Plus Ola më dhuroi edhe një produkt Olaplexit. Është këtu numri që për sot një Beyonde ka shumë vështirë se ka flokët, edhe një veshje e thjesht që më pëlqen se duket goxha cute, edhe një çantë atlete se kam përdecur në këmbë sot edhe dua që të jem sa më rahat. I look for a verse that I can't seem to find. When I go to reach it, just leaves my mind. Waking with a note. How could a poem hold the way I see your soul? All the colors, all the feeling. You come across as a cool guy, someone is the opposite. And all my friends are leaving, but I wanna stay here. Can we just stay here? Maybe just one more drink. Po dola nga Let's Waikiki dhe si që pat, mora plot gjëra që të va tregoj në shtëpi. Ndoshta ju va tregoj sot ose ndoshta në një vlog tjetër. Por bëra goxha dëme, gjithashtu mora dhe gjëra të bukura tek Puna Farm që kishin ardhur. Edhe tani mora një taksi dhe po iki në shtëpi. If only I could build a tower. Sa po erdha në shtëpi, Alvio po luan PlayStation. E pas kanë mundur. Ja. Dhe janë të dy ullur këtu. Ndërkohë do t'ju tregoj gjitha gjërat që mora, do t'i bie shpejt e shpejt, kështu isha tek Puna Farm, do t'ju tregoj prap çfarë mora, se kishin marrë gjëra super bukura. Puna Farm e diku ta gjeni. Okej, mora këtë. E keni aty afër shkollës së juridikut, aty tek Shpari. Mora këtë serumin që është për rrafët e zi, ma Theo Haruchi, edhe duhet që ta merja, sepse është shumë i mirë. Mora këto, tani, shkoj çfarë kishte sjellë. Kishte sjellë parfum për flokët që kishte një aromë aq të mirë, aromë karamele. Ishte super, kishte super aromë dhe kishte çmim shumë të lirë. Pastaj kjo, prandaj faqet e mia janë kaq të bukura dhe kam mbajtur make-upi sepse kishte edhe Sprite. Dhe ishin fantastike me çmimet. Këtë e provova se ishte pjesa, por do ta shikoni në Reels. Pastaj ky Sprite ishte aq i mirë sepse kishte çmim të mirë dhe nuk ta thante fare fytyrën. Dhe shikoni sa ka qëndruar make-upi që mua nuk më qëndron kurrë dhe prandaj dukem kaq e bukur. Pastaj mora edhe këtë që ky vendoset para, kur do bësh make-up, që të dali make-upi sa më i pastër. Ky të heq gjitha qelizat e vdekura në fytyrë edhe të lë fytyrën super të pastër. Edhe nuk kam përdorur asnjëherë si këto produktet. Edhe jam kurioze që ta përdor. Plus Puna Farmën mund ta procesni dhe online, e keni dhe në Kosovë për çupa që ndjekin nga Kosova. Pastaj isha te Let's Waikiki, lash 100 euro këtu, pagova dhe me euro. Po, nise, mora gjëra të bukura, shkoni kam futur këtu se kisha këtë trasta në çantës.
Edhe shkoni sa gjëra të bukura që gjej. Se di që edhe juve i keni qef. Mora këto pjatat, ishin bërë me ofertë. Nga 13.000 lek i ka marrë për çmimin 4.900. Sa të bukura që janë. Kanë këtë pjesën gold këtu që nuk e se duket shumë, por janë shumë të bukura dhe janë pjata të mda. Edhe duhet që t'i ndroj pak ato se më janë vjetëruar goxha dhe duhet që t'i marrë të gjëra cute. 3 ishin, mora vetëm 2. Se njëra ishte pak në defekt, prandaj nuk keni. Mora pastaj këtë setin, si ky kishte edhe të tjerë. Është shumë i plot, shumë i bukur, është me pjongo. E ka marrë 10.000 lek, sa të bukura që janë për në pranverë. Kishte pastaj koleksionin kush i feston Pashkët, kishte një koleksion me lepurusha, që të bukur, po nuk e festoj. Do doja shumë që t'i festoja, e të bëja atë tavolinën e bukur, të ftoja njerëz. Ishte fantastike, nuk e di. Ishin perl, mora këtë, na 3.500 lek, e ka marrë 2.900 lek, po janë, shkone janë këtot si pece për në kuzhinë, ka këto dizajnet, po janë shumë të bukura, shumë pranverore, vdestike në aty në shtëpi, plus këto duhet ndëruar shpesh. Mora dhe këtë, kjo ishte 6.000 lek, edhe ka këto 3 kështu, janë me pranverë, janë me vibe pranveror, që janë shumë të bukura. Nëse atë e shikoni dhe vetë ju, po. Pastaj i bërë Alvjos këto setin, dhurat, se unë nuk e pi kafe, por është shumë ide e bukur t'ja bësh dikujt që po i shkon për të shtëpia. Ja, sa të bukura për kafe. Ja, është kështu. Ka edhe këtë kështu si dreska, shikoni? Nuk e di më pëlqen, kanë edhe pjatë. Po 2 copka. 2 janë? Po, 2 copka. Se thash vetëm Alvjo do i përdori, janë shumë të bukura dhe ishte bërë edhe me ullje, ishte i fundit, nuk kishte tjetër, që pëse doni të shkoni, në 10.000 lek e mora 5.000 lek. Hajde më mirë, ishte. Mora këto aromat për robat, që janë këto. Kështu, i ka marrë, nga 4.400 lek, i ka marrë me 1.900 lek. Mora pastaj këtë setin, këtu kam dhe faturën, që t'jo t'regoj. Po nëjse, se i mbaj më të shpimet. Mora këtë setin, që ishte 6.900 lek, edhe shikoni sa të bukura me këto gotat kështu. Unë kam një gotë si kjo, po në duhen pak më shumë në shpi. Edhe, gjaj nice. Pastaj, ka që kam marrë, 2 gjërat të tjera. Ka marrë gjërat më të bukura, që kushtuar në më shumë. Ky seti që kushtoj 20.000 lek, por është kaq shumë pranveror, na 50 ishte për në ofertë 20, dhe 100% pambuk, edhe e bukura është ka të zarfit, edhe kishte për masat e mia, dhe kishte dhe çarçaf. Kishte dhe çarçaf, dhe shkoni sa bukur që ka çarçafin e ka roz. Roz, me këto lulet, fix për pranverë. Edhe dua që t'i ndroj shpesh, mi që tani kam dhe krevatëri. Edhe kam krevatin tim. Edhe e fundit fare, gjeta këtë me ofertë. Nga 20.000 lek e mora 17.000 lek. Edhe është kuvert me këto lulet sa të bukura që janë. Është ka shumë pranverore, por mund ta mbaj edhe nga ana tjetër me këtë dizajnin kështu roz. Është si fix kuvert, është e holl, edhe shumë e bukur. Mund të bëj kështu. Mi që të rregulloj dhe balkon, do ta bëj një kopë është të vërtet, mund të bëj kështu në balkon, edhe të pi atë kafe që nuk e pi. Do marr kafe në Alvjos dhe gjes me duke pirë kafe. Ose mund të rinë me këtë vibin, me kështu. Mund të mbaj në të 2 anët, nejse, besoj se u kuptua ideja, edhe do ta lë të kravati, kështu si kuvert, është goxha e madhe, më pëlqeu, kishte edhe ngjyra të tjera, kishte mente këtej, kishte të verdh, që ishin shumë herë më të bukura, po ato më nxjerr shumë keq kamera dhe këtë blum, nëse keni vënë re këtë blum kështu, e adhuron kamera ime, suporton shumë. Tani sa po i hapa dhe këto të gjambos, dhe jo çfarë kam marrë. Do vazot, thash që kam rregulluar balkonin dhe dua ta bëj sa më të bukur dhe më duken shumë vintage. Mora 2 copë, ishin nga 5.000 lek.
Ka marrë pastaj edhe këto këtu që më kam futur, do ishin në 1000